Uji, burim apo mjet i presionit politik. Kjo azë gjelbër dikurisht e shtrati lumit Turia në Valencia. Ajo zhvendosën nga qendra këtij qyteti spanjoll me shumë se 50 vjet më parë, pas përmbytjes katastrofike të vitit të 1957. Siguria, infrastruktura, ujitja, shfrytëzimi i ujrave. Të gjitha këto janë arsye pse njerëzit prej më shumë se një shekulli ndryshojnë rrjedhat e lumenjeve. Por çfarë ndodh kur fuqinë e ujit e njohin edhe politikanët për përplasje dhe presion? Imamo različite razloge za promenu vodotoka Ibra, pa ćemo da vidimo šta će da rade Albanci i kako će da se ponašaju. Këtë mesazh Aleksandar Vučić u drejtoi qytetarëve të Kosovës, shtetit fqinj, pavarësinë të cilit Serbia nuk e njeh. Shkak ishte vendimi i autoriteteve të Kosovës për të nisur rënimin e shtëpive të ndërtuara ilegalisht pranë liçenit të Ujmanit, ku shumica banorëve janë serb. Lumi Iber, i gjatë 270 kilometra, i cili buron në Maltezi e me pas rrjedhën nëpër Serbi dhe hyn në Kosovë, furnizon liçenin artificial ndërkufitar të Ujmanit. Liçeni është kyç për furnizimin e Kosovës me ujë, ujitjen dhe ftohjen e termocentraleve. Kosova i konsideron deklaratat e Beogradit shantazh politik, ndërsa Bashkimi Evropian ka thënë se veprimi i Serbisë nuk kontribuon në normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve. Menaxhimi i ujrave mund të jetë armë ose urë që lidh shtetet. Rreth 60% e ujrave të ëmbla në botë gjenden në bazene ujore ndërkufitare. Shtetet i ndajnë ato që ka kërkon bashkëpunim për të parandaluar ndotjen ose shfrytëzimin e tepruar. Sipas konventës ndërkombëtare, çdo shtet ka të drejtë ta përdor ujin duke marrë parasysh nevojat e të tjerëve, si dhe duke u kujdesur që me aktivitetet e tij të mos rrezikojë fqinjet në rrjedhën e poshtme. Ka shumë shembuj të praktikave të mira, por në situatat kur mes shteteve tashme ekzistojnë marrëdhënie të tensionuara, uji bëhet mjet politik. Historia e konflikteve të tilla është e gjatë, si në kohë lufte, ashtu edhe në kohë paqeje. Singapori dhe Malajzia. Singapori u shkëput nga Malajzia në vitin 1965, që ka për vite me radhë rezultoi në marrëdhënie të brishta. Dy shtetet i lidhin një marrëveshje për ndarjen e ujit, në bazë të së cilës Singapori mbulon 60% të nevojave të tij me ujë nga Malajzia. Ky shtet i ka përdorur shpesh burimet ujore si mjet në marrëdhëniet me Singaporin, ndërsa situata më kritike ishte në vitin 1997, kur Malajzia, pas kritikave politike nga Singapori, kërcënoi se do ta ndërpriste furnizimin me ujë. Turqia, Siria, Iraku. Uji është prej dekadash shkak i mosmarrëveshjeve këto. Lumi Eufrat, i cili buron dhe ka potencialin më të madh në Turqi, vazhdon në rrjedhën e tij përmes Sirisë dhe Irakut, që nga vitet e 70-ta, Turqia 10 herë ka ndaluar përkohësisht ose ka ulur ndjeshëm rrjedhën e ujit drejt Sirisë dhe Irakut. Një analizë e Institutit të Paqësorit me bazën në SBA paralajmëron për rritje të shpejtë të konflikteve për ujin në botë, që nga viti 2020, ky institut ka regjistruar më shumë se 1400 konflikte në mbar botën. Rreth 1/3 atyre janë mosmarrëveshje për qasjen në ujë. Për rritjen e konflikteve në qershor të vitit 2026 ka paralajmëruar edhe Parlamenti Evropian, deputetët e të cilit kanë bërë thirrje për hapa më konkret nga Bashkimi Evropian në menaxhimin ndërkombëtar të ujrave.